Ish kryeministri Sali Berisha ka komentuar para gazetarëve padinë e kryebashkiakut të Tiranës Erion Viliaj në gjykatën kushtetuese. Sipas Berishës, ky veprim tregon dështimin e përpjekjeve të kryeministrit Edi Rama për të arritur një marrëveshje me Viliaj duke shmangur sfidën ligjore. Edi Rama pasi i futi gjushin në qeli, pasi bëri çdo lloj përpjekje për të bërë pazar me Erion Velin, që të mos të pranoj shkarkimin dhe të mos i drejtohet gjykatës kushtetuese, duket se dështoi në këtë përpjekje. Domethënë, duket se Erion Veliaj nuk pranoi marrëveshjen, gjersa ai ju ka kërkuar avokatëve të tij të depozitojnë ankesën në gjykatë kushtetuese. Ai ka theksuar gjithashtu se padia mund të vënojë procesin e zgjedhjeve të pjesshme në kryeqytet, por është i bindur se presidenti do të dekretojë datën për votim, duke quajtur këtë veprim një detyrim institucional që nuk mund të shtyhet. Pavarësisht nga kjo, sot është ditë e hënë, prishni nga ora 1 kukulla e Edi Ramës në presidencë do firmos mos pas lënë vaj autopenin aty për datën e zgjedhjeve. Berisha ka komentuar gjithashtu strategjinë e opozitës duke deklaruar se janë të shumta kandidatët që po shqyrtohen dhe po diskutohet me aleat për të gjetur një figurë konsensuale. Meqense shton një problem, të garantoj se opozita sot, në këtë moment që flas, ka jo një, por ka disa kandidatë dhe kandidat të pakrahasueshëm me korbën e korrupsionit, të pakrahasueshëm. Në këtë dalje, ish kryeministri ju rikthye dhe çështjeve të hetuara nga opozita, përfshirë dhe aferën e njohur si Aruba, duke akuzuar kryeministrin për korrupsion të lartë dhe pasurim të dyshimit. Në këtë takim Edi Rama, ose nga ky takim, thuhet se u kthye me një orë 400.000 euro, mes diamante dhe safire të çmimeve më të larta. Edi Rama nuk flet për takim në Arubës, sepse ky takim një lloj si Maduron e Venezuelës e shpall atë në Europë një kryetar të narkoshtetit parë dhe të vetëm të kontinentit. Ai citon edhe raportet e Departamentit Amerikan të Shtetit për klimën e investimeve, sipas të cilave Shqipëria po përballet me një rritje të rrezikut për larje parash dhe aktivitete kriminale nga klanet dhe kartelet më të rrezikshme.